Më 17 maj është përmbyllur afati për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës për të votuar në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Në bazë të dhënave preliminare, nga fillimi i këtij procesi më 6 maj dhe deri në përfundim të tij më 17 maj, përmes platformës elektronike, KQZ ka pranuar 142.803 kërkesa për regjistrim, prej të cilave deri më tani janë aprovuar 109.696, ndërsa 7.325 të tjera janë refuzuar, si dhe 25.702 kërkesa të tjera janë në pritje për të shqyrtuar në vazhdim. Mënyra më e përzgjedhur për të votuar nga shtetasit e Kosovës jashtë vendit është votimi përmes postës, nga 109.696 aplikime të aprovuara, 81.901 shtetas janë regjistruar për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare jashtë Kosovës. 2.855 të tjerë për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë dhe 24.920 shtetas të tjerë janë regjistruar për të votuar fizikisht në ndonjëherë nga përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, votimi jashtë vendit zhvillohet më herët. Së pari planifikohet që votimi përmes postës të fillojë më 25 maj dhe të përfundojë më 6 qershor. Ndërkaq votimi në përfaqësi diplomatike organizohet më 6 qershor, pra një ditë para ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Për votimin me postë janë funksionalizuar kutitë postare në 23 shtete të ndryshme të botës, përfshirë Kosovën, dhe adresat e tyre do t'i bëjmë publike gjatë kësaj jave. Kurse për votimin fizik në përfaqësi diplomatike, KQZ do të saktësoj numrin e ambasadave dhe konsulatave në të cilat do të organizohet ky lloj votimi. Sipas vendimit fillestar, procesi i votimit planifikohet të organizohet në 48 përfaqësi diplomatike me gjithsej 70 vendvotime, prej të cilave 33 janë ambasada dhe 15 konsulata. Megjithatë, pasi në periudhën e regjistrimit ka një numër përfaqësish që kanë më pak se 50 votues të regjistruar, KQZ do ta rishikojë listën e përfaqësive diplomatike në të cilat do të organizohet votimi më 6 qershor. Sipas rregullores zgjedhore për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, nëse numri i votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar do të kalojnë automatikisht për të votuar përmes postës dhe për këtë do të njoftohen nga ana e KQZ-s. Për fund, me lejon të njoftoj se në përputhje me detyrimet e përcaktuara në rregulloren zgjedhore për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, KQZ do të sigurohet që shtetasve të Kosovës të regjistruar për votim me postë t'u dërgojë përmes postës pakon me fletëvotim në adresë të tyre. Procesi i dërgimit të këtyre pakove do të fillojë brenda disa ditësh, ndërsa detyra e votuesit do të jetë që pakon ta dorëzojë përmes postës në adresën e kutisë postare të KQZ-s. Pra këto janë dhënat që i kemi deri më tani nga ky proces i regjistrimit votuesve jashtë Kosovës, me certifikimin e listës përfundimtare të votuesve, do t'i kemi të gjitha të dhënat e detajuara dhe përfundimtare sa i përket numrit të votuesve të regjistruar jashtë vendit në secilin përfaqësi diplomatike dhe sipas çdo mënyre të votimit, qoftë me postë apo për të votuar do të thotë fizikisht në përfaqësi diplomatike, si dhe detaje të tjera. E para, refuzimi nga ana e KQZ-s do të thotë në një moment kur është njoftuar aplikuesi se aplikimi i tij nuk është pranuar, ky nuk ka qenë një refuzim përfundimtar, sepse në komunikimet e drejtë për drejta që kemi me aplikuesit përmes emailit të cilin ata e shënojnë në momentin e regjistrimit, KQZ ka njoftuar se për dokumentet të cilat u mungojnë dhe që duhet t'i paraqesin për të qenë aplikimi i tyre i plot. Pra ka qenë një komunikim i vazhdueshëm. Në rastet kur ka pasur një refuzim përfundimtar, pra kur aplikuesi nuk ka përmbushur kriteret të cilat janë të kërkuara me ligj dhe procedurat të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, gjithashtu këta aplikues janë njoftuar nga ana e KQZ-s se nga momenti i refuzimit të aplikimit dhe nga momenti i pranimit të njoftimit për refuzim të aplikimit, kanë mundur të paraqesin ankesën e tyre, pra kundërshtimin administrativ pranë komisionit të cilin e ka themeluar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra kundërshtimi administrativ fillimisht ka mundur të paraqitet brenda KQZ-s.
dhe edhe në rastet kur ky komision i formuar nga ana e KSZ-s ka hedhur poshtë ankesën e paraqitur nga ana e aplikuesi ka mundur që të vazhdoj procesin ankimor në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Pra, për ta përshkruar me pak fjalë, fillimisht çdo aplikim i refuzuar përfundimisht nga ana e KSZ-s ka mundur të parashtrohet ankesë në komisionin administrativ, pra për kundërshtim administrativ të themeluar nga ana e KSZ-s dhe më pastaj edhe në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtresa. E para sa i përket votimit jashtë vendit, në mbledhjen e kaluar KSZ ka miratuar dizajnin dhe përmbajtjen e fletvotimit për votimin me postë. Kjo është bërë që KSZ mos vonohet sa i përket shtypjes së fletvotimit dhe pastaj dërgimit të këtyre fletvotimeve në adresë të votuesve. Sipas rregullores zgjedhore të KSZ-s, për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, detyra e KSZ-s është që ta dërgojë në adresë të votuesve pakon e cila përmban fletvotimin. Këto fletvotime, edhe sipas konfirmimeve që mora pak më herët, janë shtypur dhe ato do të pritet që të vinë gjatë ditës së nesërme në Kosovë dhe pastaj do të vendosen në për pakot të cilat gjatë kësaj jave planifikojmë t'i dërgojmë për votuesit jashtë vendit. Votimi me postë, sipas planifikimeve tona, pra të KSZ-s, është që të fillojmë me datë 25 maj, por po shpresojmë që do të mundet edhe më herët të bëjmë shpërndarjen e pakove me fletvotime. Pra është i ndarë si aktiviteti prokurimit shtypja e pakove, pra fletvotime për diasporën me këto Sa për sqarim, shtypja e fletvotimeve për votimin me postë ka filluar më herët, se sa ta zëm shtypja e fletvotimeve të cilat do të përdoren në përfaqësitë diplomatike, për votimin fizik dhe fletvotime që do të përdoren në vendvotime në Kosovë. Pra, kjo shtypje më shpejt e fletvotimeve të cilat do të përdoren për votimin me postë bëhet me qëllim do të thotë që ne të arrijmë brenda afateve të dërgojmë pakot me fletvotime për votuesit jashtë Kosovës që kanë përzgjedhur këtë mënyrë votimin gjatë regjistrimit.